Mirëmbrëma edhe mirë se vini në Kallëzo për një me. Rruga e dezinformimit rus, kështu ishte titulli i dokumentarit hulumtues të 5 që u realizua nga ekipi Kallëzo.com dhe që u transmetu javën e kaluar. Dokumentari e sipërfaqi qartë platformat, teknikat, të cilat narrativa e Kremlin po arrin me i transmetu tek publiku i Kosovës. Ky hulumtim ka identifiku se mbi 400.000 artikuj janë publiku në mediat në gjuhën shqipe për luftën që ka të bëjë me Ukrainë dhe ngjarjet që lidhen me Rusinë. Kjo dhënë tregon për një ndërmarrje gjigante e cila publikut i ka sjellur informacione shpesh herë të çrregullta. Filmi dokumentar ka identifiku se një pjesë e madhe e këtyre lajmeve janë copy-paste, pra e marrje e kopjume e deklaratave të shteteve edhe mediave të cilat nuk kanë standarde të redaktimit dhe kontrollimit të fakteve. Situata është e njëjtë edhe me raportimet që janë në mediat tona për rajonin edhe raportet ndëretnike. Shumica e materialeve për ngjarjet në Serbi i servohen publikut në Kosovë nga burimet të propagandës që vijnë nga mediat e kontrolluara nga Vučići. Situata është e ngjashme edhe në anën e komunitetit serb. Pjesa më e madhe e informacioneve të publikut në Serbi që lexohen për Kosovën vijnë nga burimet që janë të kontaminuara dhe përmbajnë dezinformata. Pse jemi në këtë situatë? Cila është zgjidhja dalse nga kjo situatë për neve në Kosovë, ku mund ta kontrollojmë burimin e asaj që i servojmë publikut? Lidhur me këtë temë do diskutojmë me gazetar, analist, politikolog. Po filloj, panelist sonte është Melazim Koci, politikolog edhe gazetar, Muhamet Hajrullahu, kryeredaktor në Telegrafi.com edhe gazetar, Fitim Gashi, drejtor edhe gazetar në Zbunker, edhe Kreshnik Gashi, kryeredaktor edhe gazetar nga Kallëzo.com. Ndoshta, Kreshnik, me fillu me ty, po përmenën 400.000 artikuj të publikume në mediat në gjuhën shqipe për luftën në Ukrainë dhe ngjarjet që lidhen me Rusinë. Nuk është e mundur që 400.000 artikuj janë gabim dhe dezinformum. Sa prej tyre janë dezinformata? Elementi i parë që kemi dashur me bëu me studimin është me i siguru provat që ndikimi rus ka vendosur rrojtë veta në rajon të Ballkanit, e veçanërisht në audiencën shqiptare, pra se të kemi parasysh që 2 gjuhët kryesore në Ballkanin përndimorjen serbishtja dhe shqipja, dhe për me pas një koncept qartë se çka po ndodh në këtë audiencën, duhet me pa se çka po prodhojnë mediat në gjuhën shqipe dhe mediat në gjuhën serbe në raport me ngjarjet globale, me ngjarjet në Ukrainë, po dhe me ngjarjet në rajon. Dhënat të cilat i kemi siguru, tu e analizu përmbajtjen, pra nuk kemi të folë tu e analizu vetëm statistika, po tu e pa dhe përmbajtjen, na tregojnë që në 2 gjuhët influenca ruse ka shtri rrojt shumë dhe në disa raste u shndru dhe në burimin e parë të informacionit, pra që nuk kupton që një pjesë e madhe e lajmeve, të cilat qytetarët i marrin si të vërteta, realisht burimin kryesor e kanë në burimet e propagandës ruse. Qysh zhvillohet ky problem? Elementi i parë është që në 2 gjuhët kemi një numër shumë të madh të informacioneve të cilat lidhen me ngjarjet në Rusi, me ngjarjet rreth Ukrainës dhe me zhvillimet në politikën globale, po të cilat vetëm në njënën anë kanë vetëm anën ruse, pra nuk e kanë anën tjetër dhe nuk është gazetari profesionale. Çka kemi rri me gjetë? Në analizën që kemi bë, ne kemi përfshi vetëm 150 platforma të cilat operojnë në Kosovë, pra të cilat operojnë në tregun e vogël të Kosovës medial, ndërsa nuk janë brenda platformat të cilat janë të bazuar në Serbi, platformat të cilat janë të bazuar në Maqedoni dhe platformat të cilat janë të bazuar në Shqipëri. Me platforma e ki fjalën media online. Me media online, platformat të cilat janë web faqe, të cilat kanë audiencë të madhe në rrjetet sociale, në Facebook, në TikTok dhe në elementet e tjera. Kjo nëmë kupton që nëse këti numri prej 150 i shtojmë edhe dikun rreth 800 sa në Shqipni dhe ma shumë se 1.000 shka në Serbi dhe shumë të tjera të cilat janë në Maqedoni, ne flasim për dikun rreth 2.000 platforma në krejt rajon e Ballkanit. Po qa kemi gjetë në Kosovë? Në 150 platforma janë 400.000 lajme të prodhume të cilat lidhen vetëm me konfliktin në Ukrainë. 400.000 në çfarë periudhe kohore? Në 5 vite. Që i bjen, po ta përkthejmë në baza ditore, i bjen 222 lajme në ditë. Lidhen vetëm me Zelenski, Ukraina, konflikti. Pse po e sheti këto, veç pak, pse o kjo mirë apo keq? Mirë,
është me kuptu që ka po ndodhë në Ukrajinë. Po me u prodhu 222 lajme. Dhe asni media e Kosovës nuk e ka asni korespondent në Ukrajinë, kjo nuk kupton që na jena të bëjë komplet copy-paste për një realitet i cili është të ndodhë atje. Pra jemi të marrë narrativen ose të Ukrajinës, ose të Rusisë për ngjarjen. Ma e keqja çka është të ndodhë, ose të medjave ndërkombëtare. Tash këtu vinte problemi tjetër. Fakti që ne kemi ndërtu një sistem të copy-paste për mediave ndërkombëtare, kjo nuk kupton që rusët e kanë kuptuar shumë qartë. E kanë kuptuar që publiku jonë ju beson mediave ndërkombëtare. I beson BBC-s, i beson Reutersit, i beson CNN-it, dhe si rrjedhoj, kanë mrit tash me ndryshu strategjinë. Dhe çka kanë bë? Kanë angazhu përkthyes dhe kanë angazhu njerëz të cilët i përkthejnë mediat ndërkombëtare. Mirë, po gjatë përkthimit, po largojnë kontentin. Që nuk kupton po editojnë dhe i qesin ku? I qesin në platforma të cilat i përkthejnë shpejt informacionet dhe media tash i marrin copy-paste për këtyre platformave dhe i përkthejnë, i vendosin në platformat e tyre. Ekzistojnë dy modele të cilat i kemi identifiku. I pari është që në platforma në Shqipëri merret dhe përkthehet materiali dhe vendoset si i tillë në platformat e atje dhe pastaj mediat e Kosovës i marrin copy-paste pa e lexuar artikullin bazik dhe pa e kontrolluar përkthimin. E dyta që është hala më e rrezikshme është që mediat në Serbi i marrin dhe i përkthejnë prej gjuhës angleze në gjuhën serbe, pastaj kontenti përkthehet në gjuhën shqipe prej gjuhës serbe dhe ai vjen si i tillë në Kosovë i redaktuar. Çka nuk kuptojmë na me redaktim? Me redaktim nuk kuptojmë që merret një artikull i BBC-s, i cili është profesional, i cili ka të gjitha palët. Pra e ka edhe rusinë, ka edhe anglinë, ka edhe gjermaninë, ka edhe ukrainën dhe mbetet vetëm pjesa e Rusisë çka po thotë. Në këtë situatë, publiku nuk e ka pjesën tjetër analitike e cila i vjen prej anës së palës tjetër. Ky format, i cili është shumë i rrezikshëm, i editimit të artikujve të mediave ndërkombëtare, e kemi vrejtë që është shumë trend edhe në mediat në Serbi, edhe në mediat në Kosovë, dhe po synon thjesht mi arrit kredibilitetin këtij informacioni. Me lazim je edhe gazetar, po më shumë po më intereson analiza politike, si politolog që je. Pse Kremlini është i interesum qaq shumë me investu në përkthim shqip në Kosovë e në Shqipni. Duke marrë parasysh që na ja majnë veti që s'ka shansa na me qenë pro-rus, pse ata tentojnë me ndru opinionin përmes këtyre artikujve? Është investimi më i lirë i mundshëm. Asnjë luftë sot nuk fitohet, të e din si unë, asnjë luftë sot nuk fitohet nëse paraprakisht nuk fitohet lufta informative. Dhe në rastin e Kosovës, Kosova ndoshta është rast specifik, është e goditur nga shumë anë, unë kisha për të thënë, jo vetëm nga lufta speciale dezinformuese ruse, serbe, unë mendoj se edhe ka dhe palë tjera që janë të ndërlikuar në këtë luftë kundër Kosovës. Është thjesht investim i vogël, investim shumë i vogël, por me përfitime të jashtëzakonshme. A jemi naiv me menu që mund është me andru menjën shqiptarit Kosovës, sidomos me bo ma pro-rus? A është absurde me menu? Tani, unë nuk mendoj që ata synojnë që shumicës shqiptarët ja ndrojnë qëndrimin bot kuptimin raport. Synojnë me gjithate, nëse arrin që me atë investim, unë po të po përsëris, ajo është investim i vogël. Nëse arrin me investim, çka me bo? Të fusin dyshim në vlerat demokratike perëndimore, besoj që kjo është qëllimi numër 1, e dyta futja defetizmit në popullatën kosovare. Çka do të thonë defetizmi? Defetizmi në kuptimin, që ne kemi, do të thotë, ne jemi demokraci në tranzicion. Nuk jemi demokracia re jemi, dhe të futësh defetizm në kuptimin që ne nuk ja dalim, nuk mund të bëjmë shtetë funksional demokratik, është një prej qëllimeve të luftës ruso-serbe, është edhe tjetra do të thotë që synohet goditet shumëllojshmëria jonë religjioze. Edhe aty luhet shumë do të thotë, edhe aty investohet jashtëzakonisht shumë, sepse lehtë luhet me emocionet e njerëzve. Edhe për faktin që në politikë perceptimi është para argumenteve, para fakteve, atë luftë e bën shpesh efektive, është luftë e lirë, dhe kur kësaj shton nivelin e ulët të edukimit medial, nuk kisha për të thënë vetëm të lexuesve, të audiencës, por nganjëherë ne kemi aq shumë media në Kosovë, tash sa që edhe vetë gazetarët nuk e kanë nivelin medial
nivelin profesionizmin, dozën e profesionizmit që do duhet ta kishin për shkak të shpërthimit të asaj që tha Kreshniku, do thotë ne kemi media pafund. Unë mendoj që pasuri, por kur del jashtë kontrollit komplet, nuk e din burimin, nuk e din selin, nuk e din burimin, formën e financimit. Është problematike. Nuk ka shteti i cili megjithatë nuk kontrollon, nuk po them me kontrollu përmbajtjen. Përmbajtjen po spaku dihet me kë të bëj. Kush e plason atë informat? Me çfarë qëllimi? Muhamet, Ku ti drejtohet? Po, ti po i mbikëqysh sta gazetar për cilët po flet me lazimi ti në baza editore, duhesh në Telegraf me mbikëqyr ka po të vjen informata, qysh po përkthehet, qysh mundet një redaktor me e pa prikajt po vjen përkthimi dhe me detektu që është informat e dyshimt sot. Realisht mos pari, tim jashtëzakonisht interesant për kohën në të cilën na jemi edhe si profesionistë kemi shumë problem në kohë reale duke parë çfarë po ndodh me inteligjencën artificiale që e ka çrregulluar komplet sistemin edhe nëse ne sot po flasim për dezinformimin edhe ndikimin pala tjetër është një hap ose 3 hapa para neve. Është e ka qu në dezinformimi 3.0 në po kom qef sepse ata në të punu shumë në atë pjesën tjetër të konteksti të përmbajtja. Pajtona të pjesa e parë e Kreshnikut që e tha të mediat në përgjithësi dhe ku po dallon tash po duhem mu kthy pak edhe te Telegrafi. Por megjithatë, unë këtë generalizimin në kom qef megjithatë ka media në Kosovë që respektojnë aspektin profesional, respektojnë kodin etik, mediave të shkruara, këshillit, respektojnë elementet bazike. Por, mandej është problemi brendshëm sa është redaksia, sa janë kapacitetet, cilat janë aspekti financiar mrena, sepse kur... përgatitur, pastaj këtu ajo pala që donë me dëmtu, ndikon letë. Edhe do të zbërthej pak ma vonë, qysh mundet, se kemi parë gjatë tyre viteve tendenca për të ndiku, qoftë Rusia, qoftë Kina, qoftë në mënyrat të ndryshme që mund t'i marrin. Tash te pyetja jote edhe përgjigja konkrete. Qysh jemi mundu me zi si problem në Telegraf, unë si kryeredaktor, po me gjithë komplet stafin. Ne kemi një redaksi jashtëzakonisht madhen që mbulon lajme ndërkombëtare. Sa veta për shembull? 4 deri 5, të cilë mbulojnë për shkak që Telegrafi funksionon me departamente të redaksive, sporti, bota dhe bota lexohet në Kosovë jashtëzakonisht shumë dhe ka interes, sidomos te temat që kanë të bëjnë sepse si duket si popull, lufta, konfliktet, acarimet të gjitha këto. Më kujtohet nga Covidi, po e marr shembull 3 fushat kryesore që janë kanë shumë thelpsore. Covidi, raportimi për Covidin, raportimi i luftës Ukrainë, agresioni rus në Ukrainë, zhvillimet në lindjen e mesme, çështjet e NATO-s, temat sensitive që kanë të bëjnë me rajonin dhe gjeopolitikën. Dhe në fillim e pash që sot temat po përfundojnë në mediat shqipfolse dhe ato përfundojnë në komplet mediat e Kosovës me të drejtë copy-paste. Pra asnjë lloj filtri sepse po shkruan një media në Shqipëri. Sepse po shkruan një media në Shqipëri. Pra, ata po e marrin ma letë në citimin nga një media në Shqipëri, po edhe po ripublikohet në Kosovë. Edhe e kemi një përshtypje që çfarë do media në Shqipëri është në rregull, se sepse është e Shqipnisa? Sepse është e Shqipnisë. Tash e shpjegoj edhe pse kjo. Edhe çka bënëm na në momentin e caktuar, edhe e diskutuam bashkarisht, hapa rrugës, është, duhet me po kush janë burimet. Dhe elementin e parë të gjitha të nis prej Covidit edhe Ukrainës është që kemi thonë veç kemi me bo black list të mediave konstitutojnë. Shumë e thjeshtë. Cilat media lista stojnë a me citohen. Po veç për me ardhjet e black lista duhet me lexu e me imsu e analizu. Absolutisht, po. Dhe kemi thonë, në relacionin e luftës në Ukrainë, për shembull, kemi me shku kryesisht te mediat perëndimore. Sky News është njëna prej modeleve i cilin në real time e ka të jashtëzakonshme informatat luftën e Ukrainës ose tash luftën që mundon. Mirë, po aty ty duhet me përkthy. Duhet resurse përkthyse. Njerëzit kolegët e mi përkthejnë vetë anglisht. Domethënë janë anglisht folës jashtëzakonisht mirë, edhe ata e përkthejnë vetë. Tash, na kemi thonë, na shkojmë te burimi, nuk shkojmë te pala e përkthyer. Por shkojmë te burimi kryesor. Kjo ka qenë elementi i parë. Elementi i dytë është me citu burimin.
Por që s'ka ndodhur në Kosovë që se shenti e merrin informacion, e shet të plasum në 10 vena se din hin e lyp kush e ka thonë edhe ku e ka thonë. Kjo është problemi bazik në gazetari. Pra nëse një informacion zgjidh kush e ka thonë, ose ku e ka thonë, thot me një media, edhe ti hin lyp. Pra, u dosh mi bo një 2-3 elemente bazike, këto janë bazike që po flasim, po për me mujt me parandalu dhe me ndalu me pa këtë sistemin. Dhe e treta, për me përfundu të kjo, është që trajnimet vazhdueshme, diskutimet vazhdueshme. Nuk është kjo një temë që sot na e zgjidhëm me njëherë. Nëse na nuk flasim çdo ditë, çysh me bo, çka me bo, sot të ardhë tonë i pash 4 raste të AI generated video content, sulmet balistike që s'ishin të vërteta, të publikume në shumicën e medjave edhe ndërkombëtare, sepse ne jemi të folë për mediat profesionale që kanë emën impresom, po na nuk jemi të folë për ato që janë social media, të cilët sot janë para neve. Aty po publikohet, njerëz po vinë po thonë e kemi pa. E ku e ke pa? Po thot po në Facebook. Unë i thash më falë, unë nuk jam kryeredaktor i Facebookut, unë jam kryeredaktor i Telegrafit. Nëse në Telegraf, mu i me ardhë me t'ja përgjigje, edhe të gjitha këto. Veç me ta dhani statistikë me këtë që po thu me platformën Picasa që e kanë analizu kolegtimi, ku i kanë mbledh artikujt, platforme cilat i mbledh artikujt për një temë caktuar për Ukrainë, është konkludu që 52% e artikujve që janë publiku në Kosovë lidhur me luftën në Ukrainë s'kanë burim. Nuk e citojnë. 52, me ta konfirmu që të që po. Po, dhe, e di se vetë ju më interesu pastaj në procese si, për me diskutim për temë për qysh me regullu, sepse sidomos të temat e ndjeshme. Edhe e ke bu, më the, shumë interesant që e ke bu blacklist. Po, edhe blacklist. Edhe e ke dhonë redaksis tonde. Jo, diskutojmë na, mrena, vazhdimisht. Blacklistën, po këthejme të tema jote. Blacklistën listë e zezë. Po, listë e zezë, të hyrja jote, ndikimi ros. Kemi thonë nuk kena nevoj narrativën e Rusis, na kemi me pas palën ruse. Në momentet të caktuara kur duhet me pas, ministri jashtëm, reagimi, shteti, ndikimi, të gjitha ato, po jo narrativën e cila publikohet në mediat ruse, pra mu citu tekstualisht Sputniko, mu citu tekstualisht Russia Today, kur dihet që kontekstin të cilin ata e kanë edhe në shkrimin, nuk është i përputhshëm me realitetin edhe me ato që synon Kosova. Pra, që kjo është ajo që kur unë po them të blacklist aso listë e zezë. Edhe kemi thonë, kur dojmë me citu media kredibile, profesionale, janë qiton, një deri në 7, një deri në 10, vjen lista të updateu, rregullohet, përmirësohet, komunikojme, shumë një media normale, pra, ndërsa qitojnë listat e medjave që s'po dojmë shumë thjeshtë. Fitim, a është fshija e burimit diçka që kur bëhet që kjo që po thojmë 52% të artikujve nëse nuk e qesim burimin prej ka e kanë marrë informatën në mediat e Kosovës, lidhur me Ukrajinë e Rusi që aty kemi përvojë se është u zgjaqe 3 vjet kjo luftë, a është kjo e paqëllimshme apo është e koordinume? Mund të jenë të dyjet. Mund të jetë edhe koordinume, por në rast edhe paqëllimshme për shkak të këtyre problemeve që veç se u përmendën me të cilat ballafaqohen mediat tona, sa i përket mungesës së kapaciteteve pra për të trajtuar në mënyrën sa më profesionale informacionet ose lajmet që prodhohen qoftë në Rusi, Ukrainë, pastaj plasohen në mediumet tona, qoftë në gjuhën shqipe apo në gjuhën serbe. Tash jemi të qartë, target kryesor i dezinformatave ruse është komuniteti serb në Kosovë. Por megjithatë, ka edhe raste kur publikohen në platformat e gjuhës shqipe lajme të dyshimta që nuk ju dihet pra se prej ka është burimi, nuk dihet se kush ka dalë si që tha edhe Meti, fillimisht ai lajm kush e ka plasuar dhe kështu në platformë krijohet një amulli dhe kjo veç mas ka ndodhur në rrjetet sociale dhe ne si partner që kemi qenë të një rrjeti rajonal për luftimin e dezinformatave kemi parë që në disa raste kjo ndodhet shpesh në kohë tension ose në kohë për shembull kur ka le të themi zhvillime politike, sikur aktualisht që kemi në Kosovë, ta marrë vetëm shembullin dje ka pasur vëllim të madh të lajmeve, tash nuk dihet mesin e këtyre lajmeve se kush ka prodhuar. Shumica prej tyre ishin keq informata, dezinformata. Që sigurisht Rusia ka interes që këto paqëndrueshmëritë politike që janë qoftë në Kosovë, qoftë në rajon, ata të shfrytëzojnë përmes plasimit të lajmeve të tilla, që shpesh është vështirë për me le të themi identifikuar se prej nga vijnë që në shumë të rasteve janë kryesisht në rrjetet sociale, për shkak se ato lajme që prodhohen dhe që plasohen në platformat tona ne e dimë. Megjithatë ka një rezistencë. Po, me të pyet tjetër kundërtën, a me të vërtet Rusia është fajtore për
që të lojme për shembull që i ki pa dje, apo na vetë kena prodhu, a duhet gjithë përgjithshëm Jo, këtë rase nuk më theme se është Rusia, po në përgjithësi do të krijohet një atmosferë, një klimë e tillë ku i shkon për shtatit ta zonë dezinformimit rës. Edhe të jemi qartë, dezinformimi rës është shumë i sofistikuar. Ata veprojnë në mënyra të ndryshme. Kur e kanë target komunitetin serb, ta zonë prodhojnë lajme të tjera. Kur është target tek shqiptarët, përdojnë edhe sentimentin fetar ose aspekte të tjera. Çka është qëllimi i tyre me çto dezinformata? Çka është qëllimi? Qëllimi primar i tyre është me shkaktu tensione, ose tensionet ekzistuese në një forme me i fry sa më shumë, edhe me kriju sa më shumë pashëndërshmit politike, mundësisht me nxit. Ndërretnike, a jemi të fol edhe brenda shqiptarëve, me zveti? Synim primar është nxitja e konflikteve, tensioneve ndërretnike, për shkak se kjo është dëshmu domon të kaluar. Veçanërisht pas nisjes së agresionit mbi Ukrainë, ku kemi parë që paralelisht me luftën në Ukrainë, dezinformatat ruse kanë qenë shumë aktive në rajonin e Ballkanit Perëndimor me fokus të veçantë në Kosovë, pikërisht për shkak të një komuniteti serb që e kemi edhe për shkak të atyre lidhjeve historike që Rusia i ka, edhe den që duke prodhuar informata të rreshme ose informata të manipulueshme për komunitetin mund të ndikojnë, që faktikisht kjo ka ndikuar. Për shkak se ka pasur ndikim të madh. Kur po punoni me jetra e nal për me luftu dezinformimin, a keni kriju diçka si listat zeza për cilat po flet Meti që është dashur në redaksi me punu me i kriju? A mund të bëhet diçka kështu? Ne kemi pas një database të përbashkët që ku aty futen të gjitha linqet, të gjitha media të dyshimta, identifikojnë individët. Për shkak se kjo nis fillimisht prej individëve. Është publike kjo databazë me dash njerëzit me? Jo, databaza nuk ka qenë publike, për shkak se ashtu ka qenë dakordim fillimisht me partnerët e këtij rrjeti, po ashtu edhe me donatorin që të mos bëhet publike, por ne kemi të dhënat se cilat mediume shpërndajnë dezinformata në Rusi, si plasohen disa prej tyre tek mediumet në gjuhën shqipe ose në gjuhën serbe në Kosovë, kush janë individët që shpërndajnë dezinformata. Është interesi publikut me pas ata, me pas akses, edhe i komunitetit gazetarëve, të cilët po dojnë, zene që po nisën prej parimit që dënë me përmirësu raportimin e vetë, kur t'i shesh këto informata, edhe dënë me po, cilat janë sajte dezinformata. Vendimin e nivelit tjetër, megjithatë ne kemi prodhuar raporte periodike të monitorimit të media, ku zakonisht mbështetën në këto identifikime, në këto hulumtime që i kemi bërë, ose mbështetën në databazë, ne kemi përpiluar edhe raportet e monitorimit që i nxjerrin, le të themi, këto dezinformatat ruse. Nga ajo që kemi parë, në përgjithësi tek pjesa shqiptare ka një rezistencë për të konsumuar lajme që vijnë nga Rusia, këtë radhë për shembull. Por megjithatë, ka shumë rezistencë e lexuesit, a je të fol rezistencë nga portalet me i prej lexuesit, për portale nuk e dim, ne mund të ketë portale qëllime të caktuar që ata marrin lajme nga Rusia dhe i plasojnë. E kanë fjalën tek lexuesit, për shkak se çka do që vjen nga Rusia, për shkak të orientimit ton pro perëndimor. Por megjithatë, unë thash se Rusia ka gjetë forma si me plasu këto informata. Ata shpesh e përdorin edhe sentimentin fetar, ta zëm. Dhe kjo veçanërisht në rrjetet sociale përmes chatbotëve, ku shtyn ta zëm një vendim çana ka rastis të kaluar me pas se si ta zëm Putini ka dhënë një deklaratë pse nuk ka qenë e vërtet për muslimanët se si u krijon lehtësira muslimane, se ata e dinë që është një shumicë muslimane në Kosovë, edhe përmes përdorimit të këtij sentimenti efektiv potencialisht mund të ndikojnë edhe tek komuniteti shqiptar. Por tek serbët është mënyra tjetër si ndërtohen narracionet që janë totalisht dezinformata. Për shembull, gjatë verës kaluar ka pas rast kur mediume ruse kanë përdorur edhe video të institucioneve tona, të policisë së Kosovës konkretisht, e kanë marrë ishte periudha e zjarrvënieve, edhe në një formë kanë postuar atë duke thënë se ja se si po digjen shtëpitë e serbëve në Kosovë, në veri dhe ka një terrorizëm ndaj serbëve. Pra, ata shkojnë në ekstrem kur vjen puna tek nxitja e konflikteve ndërretnike, që në disa raste ka funksionuar. Dhe ka le të them një ndërveprim mes platformave ruse që plasojnë këto informata dhe platformave online. E që te komuniteti serb kryesisht vëllezin platformat në kanalet e Telegramit. Janë disa profile, disa që janë të njohura, domethënë që janë le të themi të qendër ekosistemit të dezinformimit të rës, që masanej ato shpërndahen dhe kanë ndërveprim me kanalet lokale, qoftë në Telegram, qoftë në rrjetet sociale apo edhe në media. Dhe kjo ka qenë ndikimi kryesor pra që ka ekzistuar qërprenicës e agresionit. Në vitin 2023 kam qenë në Ukrainë në kuadër një programe me Bashkimin Evropian mes luftës, kemi qenë në Kiev edhe njëra prej temave që kemi diskutuar atje edhe me organizata është sa i përket luftimit të dezinformata dhe atyre që Rusia po i plason tek vendet e tjera, posaçërisht në vendet e Ballkanit Perëndimor. Dhe edhe sipas ulëmtimeve të tyre, derse ka ndikim dezinformimi rus tek shtetet e Ballkanit Perëndimor, veçanërisht ato që janë serbisht folse, por edhe tek pjesa tjetër pra
pikërisht duke luajtur me këtë sentimentin fetar dhe duke prekur çështje të cilat potencialisht mund të ndikojnë edhe tek lexuesit. Tash tek shpërndarja e mediave ka edhe raste pra që sipas tyre janë shpërndarë në platforma në të gjitha gjuhët në Ballkan, që kryesisht është përmendur platforma Pravda, që siç dihet është ka rrjet botror, ata publikojnë edhe në gjuhën shqipe, por për shkak të mënyrës se si i përpilojnë lajmet edhe informacionet, ajo varet do thot me një sysh le themi një lexim shumë të thjeshtë që janë me Google Translate të përkthyera dhe nuk kanë themi kështu janë totalisht pa kurfar bazë, pa kurfar burimi, kështu që tek ne nuk është se citon shumë, por se ka ndikim posaçërisht te komuniteti serb. Për shkak se është ky ndërveprimi që thash mes platformave pro-ruse dhe pro-serbe dhe ndërveprimi i tyre me rrjetet sociale. Nëse mundim të që kjo pjesa të pyetja jote çka po kërkon Rusia, shumë e thjeshtë është të paktën prej asaj që unë kumujt me kuptu duke analizu. Thjesht e para mendoj që është dëmtimi i reputacionit perëndimit edhe besimi në NATO. Pra, në relacionin e Kosovës që po do me i kthy njerëz me bu pro-rus, e din që suni bën. Absolutisht. I bën antipremdimor. Po don me barazu, po don me thy besimin, sepse e din që Kosova edhe shqiptarët janë me qasje pro-perëndimore, ai po don fillimisht që to me ndërhyj edhe me kriju amulli, me kriju spekulime, me kriju paqartësi, me kriju njerëz mos me besu çka po shohin, që kjo është e para. E dyta, pastaj është e vërtetë këndikimi që ka të bëj të temat sensitive në Kosovë. Dialogu, veriu, serbët, ndjeshmëria. Ndikem që aty sa ma shumë, pasaj këtu përmes Shërbisë natyrisht me shpërnda sa ma shumë dezinformata. Ajo që kemi po në ndër vite, po shpesoj që mundet me u rregullu në të ardhmen, është një farloj narrative që përfundoj ke në media shqipfolse në superlativ për Putinin dhe Rusin. Se që kjo është propaganda që ata... Superlativ të e lavdrua. Shka i bjen kjo? Raketa që nga Moska shka në New York. Që kjo është që ajo që është superlativ, është narrativ pozitiv për Rusin. Pra, me barazu, me thonë, ka dalë, sepse ti e krijon imazhin të dikujt të fortë, të fuqishëm. Domethënë ato fotografitë e famshme të Putinit në ujra me kuaj duke shetit, ato shqip i kemi pa, jo në mediat botrore. Pra i kemi pa. Njerëzit mujnë me thonë, i kena përqesh, i kena shfryzu për mi përqesh. Po, veç, qka kanë bo mediat në atë kohë, i kanë citu, është shumë interesant, burimi informacionet, që mi ku më këshyrë pasaj burimin informacionet, media ndërkombëtare jo kredibile. Ka media edhe në për Britani, edhe në për Zvicër, edhe në Gjermani, që kanë qasje tjera, jo pro-perëndimore, po i kanë do lidhje me oligarkët, ato i publikojnë, edhe a i thot, po e ka publiku X gazeta. Edhe ti tash e kini problem, sa i thot, po thina me një, henti e verifikoni këshyr pak informacionin e burimit kush është, dhe edhe del që gazeta me gjitha të nuk është fort burim serios. Edhe kjo është problem. E Kreshnik, po dullem të kanalit të transmitim, po du me dit... Pa e kalu një element shumë të rëndësishëm. Për shkak se na konstatojmë në vazhdimësi që para dezinformata ruse nuk e mrin audiencën shqiptare, edhe e dyta konstatojmë në vazhdimësi që dezinformata ruse nuk ka asnjë impakt në audiencën shqiptare, që unë mendoj që është shumë e gabuar, për shkak se provat e cilat i nxjerrën prej terrenit na tregojnë që në vazhdimësi që kjo dezinformat ka pas efekte të qarta në terren me veprime konkrete. Pra, në 5 vitet e fundit, ne kemi veprime konkrete të komunitetit shqiptar, të cilat nuk e kanë një burim ideologjik pse e ndërmarr. Po i përmendëm disa. Kemi pas protestë në vitin 2021 të organizuar në jug të veriut të Mitrovicës, e cila nuk dihet kush e ka organizuar. Nuk dihet kush e ka mbledh atë komunitet dhe kush është lideri i atij komuniteti. Qëllimi i protestës ka qenë barikadimi i urës së Ibrit. Çka nuk kupton barikadimi i urës së Ibrit, nuk kupton që në momentin kur një grup shqiptar, një grup i shqiptarëve kur dalin me flamuj në pjesën jugore, me protestu gjoja në mbështetje të policisë së Kosovës, pra nuk ka një kërkesë të një grupimi politik shqiptar i cili kërkon mbështetje, nuk ka një lider i cili del aty. Po ky grup del aty. Çka nuk kupton kjo? Kfori vendoset sërish në urë të Ibrit, policia barikadon ekstra, qytetarët serb me njëherë krijojnë narrative në pjesën veriore që tash shqiptarët po dojnë me na sulmu, sepse kanë ardhur me dokong me Sharkia, po dojnë me çliru Mitrovicën e veriut, dhe kjo nuk kupton provokimin e një tensionit ndërretnik. Kush e bën këto? Na ende nuk e kemi mri me gjithë kush ka qenë lideri asoj proteste. Çka ka ndodhur atëherë është që pas njoftimit në rrjetet sociale për këtë protestë, pas krijimit të grupeve, policia ka dalë me qëndrim qartë
Tu thonë që nuk e dim kush po organizon, është protestë rrezikshme. Megjithatë komuniteti është mbledh. Pra dikush i cili nuk ja don të mirën shtetit Kosovës ka organizuar një protestë, tu i përdor rrjetet sociale dhe na nuk e dim E kur komuniteti o mbledh, për sa veta po bëhen? Po flasim për më shumë se 1000 vetë. Po flasim për më shumë se 1000 njerëz të cilët ju kanë përgjegjë thirrjes anonime. Thirrjes anonime. Okej. Pra ka një impakt direkt në këtë drejtim. Ne ende nuk e dim kush i motivon njerëzit me bë provokime ndëretnike në vendin tonë, e cilët janë prej komunitetit shqiptar. Pra këta njerëz dikush i ka radikalizu. Këta njerëz dikush i ka mbush me mblef. Këtyre njerëzve dikush ja u ka kthy kujtesën historike dhe është ja u mbush ndjenjen e akmarrjes dhe këta njerëz janë të bëjë veprime konkrete. Pra kjo është një impakt shumë i verifikuar se çka të bën dezinformata në veprime konkrete. Ne ende nuk e dim kush na e ka shkaktuar frikën që na mujna me met pa miell, që na mujna me met pa vaj. Impaktin e kemi pa. Njerëzit janë dy në markete, njerëzit në funditës kanë paguar deri në 5 euro një litër vaj pas luftës në Ukrainë. Po çka ka ndodhur këtu? Kush e ka nis lajmin e parë që na mujna me met pa vaj për shkak se në Ukrainë janë djeg fushat e tona me lule dielli. Dhe kush ka përfituar në fund, kjo duhet më analizu deri në këtë element. Po çka na mujna me konstatu, është që qytetarët kanë pas ndjenjë të skajshme të frikës. Që impakti i luftës në Ukrainë mundet me na bëj probleme neve këtu. E dyta, çka ka ndodhur pastaj, me një herë mas nisjes së invazionit në Ukrainë, i ke pas lajmet e para. Amerikanët nuk garantojnë siguri, që edhe Ukrainës ja kanë garantuar të njëjtin sen, po që aty në ju hini rusi deri ku nuk po mujnë me nal më. Me një herë mas kësaj, është fuqizu lajmi që bën stilli mshelet. Amerikanët largohen, Kosova mundet me kon rrezik. Me një herë është fuqizu lajmi që tash një invazion i ngjashëm mundet të ndodhë në vendin tonë. Pra, dhe shumë elemente të tjera. Pra, gjithmonë na nuk po e dim kush po e bjen, po impakti është këtu. Dhe kemi një qytetar të papërgatitur për mi kuptu këto mesazhe, një qytetar i cili është skajshmërisht i friksuar, një audiencë e cila në vazhdimsi rën me çantën në krah sepse duhet me ik në Maqedoni, është shoqëni e traumatizuar, e cila Rusia e ka gjetë vrimat dhe është shumë lehtë tu e spinizat. Kjo plasimi i informacioneve nga fillimi i luftës në Ukrainë, që Kosova është rrezikuar nga lufta, ka qenë një nga sektorët ku mendoj që Serbia, që nuk besoj që shkon deri te Rusia, mjafton Serbia, do thotë me shtabet e veta, kanë arrit objektivin. Cili ka qenë objektivi? Objektivi ka qenë, do thotë, Kosova është në defanziv, mund t'ju sulmojmë dhe praktikisht çka ka ndodhur? Zjarvënsi ka ardhur prej Serbisë dhe pastaj ka dalë Zjarfiksi Vučići si faktor i stabilitetit, nuk e lejojun luftën. Atë cilën ai e ka plasuar vetë përmes shtabeve të veta, përmes luftës speciale. Dhe ne këtu kemi rënë. Kemi rënë komplet, do gati përjashtot 3-4 media në Kosovë që mbajnë standardet larta, tjerët kanë ra komplet në këtë narrative, cila ka qenë, nuk po them 100% rasteve, se ka ndodhur Banska, por në 90% rasteve ka qenë narrative rreme. Që ato po thomë, se ka ndodhur Banska, do me thonë, ka njerëz me lazim që të kishin thonë ka dalë, ti po thu që mas nisjes e luftës në Ukrainë, na kemi tu që po nis lufta këtu e ka qenë propaganda, në fakt e pate sulmin e 30 vetave që ju dukën si ata rrësatje. Kjo qëndrën. Po ne, opinioni në Kosovë, tash prej çastit kur ka fillu lufta në Ukrainë, është i bombardum gjithë ditën. Luft. Nuk janë për masa ata ati rreziku, ato për cilat... Të kërë rrezik është shty edhe për politikanëve në Kosovë. Jo, po ata... Vazhdimisht kemi ata kanë rënë në këtë luftë speciale të Serbisë. Sepse ata do duhet... A je sigur që ata vetë autentik e kanë autokton e kanë mendimin që menojnë që jemi të rrezikuar nga Serbia. Atëherë dhe ma keq. Ata e kanë edhe autokton mendimin, jo veç rreziku. Unë nuk e përjashtoj mundësinë që ka rrezik, unë nuk e përjashtoj atë mundësi. Por nuk besoj që ne jemi në situatën që gjithë ditën, ose çdo javë të kemi informacione se po do qenë ka shpejt Serbia po sulmoj ka Kosovën. Këtu megjithatë është NATO. Edhe pamadje në të letë mbetën vetëm 200 ushtarë amerikan, është me zdheu më njëherë. Vota po ndryshon? Vota po ndryshon? A duhem për një me, a është në dorën zjarë me i thonë sot publikut kosovar që
ridoth, Ja, rahatje, nuk jam duke thënë. NATO-n e ki këtu. Jo, këte nuk jam duke thënë. Çka je të thonë? Nuk jam duke thënë, por jam duke thënë këte që mendoj që synimi ka qenë që Serbia pas valës së informacioneve të tilla dhe pas një mos shpërthimit të një konflikti dalë si pala e cila ruan stabilitetin në Ballkan. Ky ka qenë qëllimi i fundit, thotë, ne flasim për luftë, edhe në Serbi flitet, dhe pastaj dal Vučići, thotë, ne jemi për paqë, ne duam dialog, këtu ka qëllim. Po tash fatkeqësisht A o të dalë qashtu? A o të dalë Vučići qaj që për... deri vonë ka dalë, deri deri vonë. vonë. Tash kohë fundit është diçka tjetër, sepse është veç nëse më lejo të nisë. Kjo logjike e depërtimit të informacionit serbo-rus në media nuk është vetëm në media tona. Ata kanë arritur të depërtojnë edhe në Perëndim. Për shembull do ta sjell një rast që ka të bëjë me Kosovën. 2-3 muaj pas shpalljes së pavarësisë, nuk du t'i pranojnë tali agjencitë as media, sepse janë media shumë prestigjioze, të nivelit më të lartë. Agjenci botërore, gazetë kanë filluar ta përdorin termin shpallje e njanshme e pavarësisë së Kosovës. Ajo shpallja e pavarësisë së Kosovës ka qenë gjithçka, ka qenë njanshme. Po përmeni, edhe BBC-a e ka bo këta. Absolutisht. E ka bua edhe EP, edhe Reuters, edhe DPA, edhe ANSA, edhe gjithë. Tani nuk e di sa është kur u gjuhë. Unë më kujtohet në atë kohë që në mënyrë automatike në mediumin ku punu. Po. Në mënyrë automatike është marrë prej agjencive, do thotë EP-s, Reuters, DPA-s. Edhe kam komunikuar me shefin e deskut qendror dhe i kam thonë që nuk është shpallje njanshme. Ka qenë një proces bile nga hapësira e Jugosllavisë e vetmja pavarësi e shpallur nga një pjesë e Jugosllavisë që nuk ka qenë njanshme, ka qenë Kosova. Kroacia e ka shpallur ndoshta në mënyrë njanshme sepse s'ka pas proces negociator. E çka du të them, unë me jam i bindur që ai ka qenë ndikim i Rusisë. E mbushin internetin me informacione, me mijëra, qindra, edhe në atë unë nuk mendoj që ka qëllim të keq. Ke marrë shembull shumë të mirë, a ka ndryshuar që kjo qasje tash 18 vjet mas shpalljes pavarësisë në çdo media? Unë mendoj që ajo qasje nuk është e qëllimshme. Është më shumë bombardim nga ana e propagandës ruse. Jo si e qëllimshme, do të thotë, nuk besoj se po ka munguar edhe reagimi ynë. Qoftë si profesionist, qoftë shtetëror. Një shpjegim i thjesht, për shembull, një agjencie prestigjioze. Kena qenë qashtë sa me reagu. Na kena qenë zërë me shpall pavarësinë, jena tut vetë që po na merr dikush. Ai formulim 18 vjet pas shpalljes pavarësisë ende qarkullon sa media të fuqishme ndërkombëtare. Nëse mund të kthy pak te çka dëshmëria te Verio, që me të drejtë është mendoj që na duhet pak këto sepse ku kemi rasti shoqni. Nuk është më tash veç nivel mediave, po si shoqni, shpesh herë e ke pa në narrativën e partive politike të ju përshtat, ose të e mojt narrativën që ka ardhur prej Serbisë, realisht. Ose në mediat e afërta të kontrolluara prej Serbisë në Serbi. Deklaratat e Petkovićit shpesh herë përkthehen si të tilla me kontekstin të cilin e ka media në Serbi, po përfundon te Kosova. Qëtone se kuptoj, duket e pafalshme. Udhëheci i dialogut të qeverisë Serbisë, deklaratat e tij në kohë reale përkthehen sepse po e sulmon. Tash s'ka lidhje, kësaj radhe është Albin Kurti, dikur ka qenë Hashim Thaçi, dikur Isa Mustafa. Gabimi vazhdon në vazhdimsi që përmes Petkovićit me sulmu te kryeministrin e vendit tonë. Pra ti sulmoje me teza tjera, lufta kundër korrupsionit, krimi, korrupsioni, gjeje me tjerat, po jo me narrativën e Petkovićit dhe mediat. Ti e merr deklaratën, e përkthen, po e qetë kontekstin tonë të brendshëm që Kosova është shtet, i ka pas 3 njohje. Pra, thot, u çlobu një njohje, qashtu e qetë, pas një lloj verifikimi. Kjo është që na shpesh herë po bim në lloj narrativën e gjuhës të cilën vjen prej mediave të kontrolluara në Serbi. Thjesht nuk shkojnë te një media pak më normale. A është pse pritojmë, a është pse jemi të paguar me çit? Jo, unë mendoj që 3, për me qenë kështu profesionist korrekt, mendoj që janë 3. E para, shpesh herë e kom analizu, e bojnë nashta dhe pa asnjë lloj vedije verifikimi, veç është shkon të qete, e para. E dyta, kanë interes... mendimit kritik. Po, mungesë e mendimit kritik brendshëm. E dyta është nuk kanë asnjë lloj verifikim, njerëz të kualifikuar për me verifiku qatë informat. Mungesë e njerëzve për me verifiku qatë informat. Dhe e treta është që veç po duhen me konë kondër. Në momentet të politika redaktuse është asaj që thotë
Çka do që ka kundër? Dhe shpesh herë ka ndodhë që kishen informacione... Ti 3 i qite, unë e po du të 4-ën me të pyte për të 4-ën. E pare? A ka dikush që merë pare për me qitë ata? Pare nuk e besoj që deri sa se shohim me pelë përdore. Do me thonë, diskutime mund të ketë, diskutime mund të ketë, analiza gjithashkon në për rajon ka jo po punojnë për ata, jo për këta. Po, deri sa s'ka faktike, unë nuk du mi shëtbysht i narratives që mund edhe qeveria ta përdor që janë të pagum për dikujt. Deri sa s'kemi faktike. Pra, unë mendoj që na duhet me pas diçka të faktike për me mujt me kallëzu që është ashtu edhe me luftu si fenomen ose me diskutu si fenomen. Pra, nuk ka. E qysh na me pas diçka faktike nëse mediat nuk i publikojnë kush i finansan dhe në fund? Ato mund vinë edhe në tavolin, që edhe mandej së dalin heq në raporte, që se dim, pra është problem, por mendoj që na si shoqni, si profesionist e kemi për detyr, këtë diskutim sot, këtë diskutim sot është pjesë e qësoj që është edukim mendim kritik, pra na po kritikojmë vetë vetën, edhe unë menoj që kjo është e shnosh, këto nuk e shën të partit politika, ata me donë me folë që qëshime të folë në sot. Sepse partit politike janë shpesh herë pjesë e narrativës dezinformimit. Ne kemi po në raportet, edhe t'juja, edhe të NDI-t ma heret, edhe të raportet, partit politike janë pjesë e dezinformimit. Ato i frynë qasojna, janë pjesë e sistemit. Do me thonë edhe teshen, tash, që ka me thonë ajo media? Po ajo partia po rrenë. Ajo po dezinformon, edhe kjo veç për i bashkot volës dezinformimit që shpër bojnë ata. Tash, na duhet pak që to, mendoj që si profesionist, si njerëz me mendim, me vlerësim, duhet me punu pak ma shumë që drejtim, sepse nuk kena me mujt me nalë dezinformimin, po që ka mujt me bo është me folë ma shumë edhe me parandalu, edhe me eduku masën, sepse sot trit nuk kanë me ardhë të ke fundit me një media normale, në Kallzo, anë Telegraf, anë Zbuker, po ai po thotë e kumë po në online. Qka mi ju bo naj që përshen informatën? TikTok, Instagram, qëre, raporti fundit... që s'kan obligim redaktorial. Raporti fundit i Reutersit, 2026, që e bon qdo vjetë, po thot, burimi informacionit fatkeqësisht, neves na pëlqen, janë social media të shku. Njerëzit po informohet me... për publikun e huj, për endimor, edhe për publikun, që këtë trend është... Po është e njëjtë, fëmijët tonë rrinë me swipe të shku poshtë edhe up and down. Nuk rrinë ata me armi qilë, pra na duhet me gjithë qëto platformat, na duhet me hy qëto, në qëto platforma, me gjithë qëto mënyra, që audiencës tonë, trive dhe trejave që po vinë në të ardhmen, mi dhonë informatat shnosha, normale, profesionale. Që kjo është sfida me në që kemi na bashkaresht shumë në të ardhmen. Mirë, përveç Ukrajinës edhe Rusis, në qëto media, publiku në Kosovë po lexon lajme për ngjarjen Serbin, Bosnjë, Shqipëri, qysh ndikon fakti që na as këtu në rajon s'kemi korespondent, nuk kemi njeri prej Kosovës, fitim, që e raporton diçkafin, a se s'kena mo nevoj me investu në ta, a mundet me u balancu që ky mos informim ose dezinformim me investimin korespondent, apo është kjo metodë shumë e vjetër e punës? Jo, nevoj ka gjithmonë për korespondent. Ta është problema që ne shumica me dimës për kanë korespondent asë në për komunat e Kosovës, ljeremon në shtetet e rajonit. Posaçërisht në këto me cilat kemi raportet, ose kemi raportimet të vazhdueshme, si që është Serbia, apo Shqipëria, apo ndoshta edhe Maqedonia e Veriut, Bosnia Hercegovina, dhe kjo sigurisht është probleme në kryesore për shkak të financa, mungesës së financa, shumica mediave nuk e shohin të rrugët që të caktoj një korespondent që do duhet të kishte korespondent veç mas në Serbi, pikërisht për shkak të këtyre raportime ose për shkak të këtyre vëllimit të informatave që prodhohen, që dalin prej kanaleve proqeveritare nga Serbi, dhe që shumë të në rastave, si që përmendi edhe Mete edhe Kresha, pra publikohen pa atë filtrin që do duhet ta kishin në tek media tona. Edhe kjo ndodh pikërisht për shkak të ndoshta mungesës së kapacitetit, pra për ta redaktuar, për ta filtruar siç duhet një lajm, për shkak të mungesës së njohurive, edhe brenda redaksive, lidhur me kontekstin. Për shkak që konteksti është shumë i rëndësishëm, ne e dimë që si gazetar, konteksti për një çështje të caktuar, veçanërisht e cila potencialisht mund të sjellë tensione, mund të nxjisë konflikte, është shumë e rëndësishme që të jepet edhe konteksti për atë situatë. Ne kemi për shkak shpesh shohim që deklaratat në baza ditore, deklaratat e Petkovicit, Vučićit, Dačićit, Vulinit transmetohen tek media tona, po kur gjë nuk është më dhënë edhe një përshkrim në fund ose një tekst, ta zon narrativa kryesore që promovohet për ty është se ka një plan të qeverisë së Kosovës për dëbimin
të gjithë serbëve në Kosovë. Atëherë, të si medium, do të me thejë që nuk është e dokumentuar deri më tani, se ekziston një plan i tillë, siç po pretendon Petkovići, Vučići ose të tjerët që ka. Pakta që mujë me bo. Pakta, sigurisht, për shkak që është diçka që kjo duhet diskutuar edhe me taksive sa i përket. Identifikoni një element shumë të rëndësishëm. Ne gjithmonë identifikojmë burimet serbe të dezinformimit. Janë linja zyrtare qeveritare, janë shpërndarësit e tyre. Po çka na kemi mri me gjetë në studimet tona, është që na kemi proxy, apo shpërndarës të dezinformatës, të frymës së tyre, të cilët flasin në gjuhën shqipe. Pra janë shqiptarë, nuk janë serb. Janë prodhues të dezinformatës, të cilët kanë emër mbi emër dhe janë shqiptarë. Pra, e kemi studiuar rastin e Banjskës dhe kemi kuptuar që në Banjsk mesazhi kryesor, të cilën Milan Radojčić ka dashur me çu për Banjskën, nuk është transmetuar nëpër mediat serbe. Është transmetuar në mediat shqiptare, në gjuhën shqipe, tu përdor influencer të cilët kanë folur në gjuhën shqipe. Pra, tentativa që Banjska me u pa si një operacion lokal i qytetarëve serb, lokal të cilët e kanë marrë, kanë një llavaç edhe kanë dalë me rezistuar ndaj policisë të Kosovës si shaj proteske, nuk është bo vetëm prej Milan Radojčićit, po është bo prej njerëzve të cilët kanë folur në gjuhën shqipe në studio televizive në Kosovë. Dhe gazetarët nuk kanë pas potencial me sfidu me 2-3 pyetje personin i cili ka dashur me shpërndarë këtë narrativ. Çka është shumë rëndësishme kjo punë me kuptu? A je të thonë që ata kanë folë gjuhën shqipe që të narrativ se janë pagu me folë? Normalisht. Normalisht, i kemi gjetë, janë gjetë në payroll të strukturave paralele të Serbisë. Pra na kemi avokat të cilët janë pagu direkt për strukturave paralele të Serbisë, të cilët kanë marrë rronë. E çaj avokati e ka shpërndar narrativën, a gazetari e ka shpërndar narrativën? Avokati e ka shpërndar. Avokati thirret në cilësi të ekspertit, ftohet, flet në gjuhën shqipe, dhe në momenti kur hen me analizu narrativën, të cilën po e shpërndan, te e kupton që është dashur me çu përpara. E që kjo është e nxonme me pel përdore që është përdore, është shumë është e nxonme, e avokati që o pagu për strukturave paralele, me mbrojt kanë? Me mbrojt strukturat paralele, njerëz të arrestum të dyne. Është shumë e qartë kjo punë. Nuk është që na jemi të folë najrë. Nuk është që na nuk po kemi prova që paret me çanta po vinë Kosovë. Kemi operacion ku paret me çanta të strukturave të BIA-s janë në zonën Verit Mitrovicës, tu ju dërzu agentit shqiptar i cili pastaj ka pas me çutë një gazetar. Është hetimi penal i cili është ndodhur në prokurin speciale të Kosovës, i cili po na tregon. Edhe ato që na e shohin, ajo s'është këtë gazetar. Ato që na e kemi po në filmat e James Bondit, realisht ndodh në territorin tonë. Paret vinë edhe me çanta, paret vinë edhe në mënyra të tjera të cilat na. Çka duhet me po? Jo, çka duhet me kuptu? Na është çka janë qëllimet. Pra, cili është qëllimi i këtyre informacioneve? E para, qëllimi ka qenë me delegjitimu operacionet e policisë në raport me strukturat paralele, me ngritë tensionin ndëretnik. E dyta, është qëllimi politik, pra me dëmtu demokracinë këtë vend dhe me pas një strukturë të qartë e cila, për shembull te komuniteti serb, me u kontrollu vetëm prej një partije politike, mos me qenë asnjë parti tjetër politike. Dhe në këtë rast ki sulmin i cili ka ndodhur në Adrashiqit në raport me krejt strukturën e cila ka sulmu ato e para, ti nuk je serb, nuk i përfaqëson serb, e në fund edhe je i korruptum dhe jetu i vjedh fundet të cilat ti ka dhënë qeveria e Kosovës me çutë serb, dhe në këtë situatë krejt environment ka qenë në raport kundër tina me qëllim për me pas impakt në zgjedhje. E dyta shumë e rëndësishme, e kemi konstatuar e saktuar në raporte me shembuj konkret qysh narrativa dezinformuese ruse ka synu me pas impakt edhe në zgjedhjen në Kosovë, në këtë raport edhe tek shqiptarët, pra nuk është e msheft kjo punë që synojnë me shty rryma të caktuara politike dhe me u dhënë hapësirë në këtë drejtim. Shumë më e rëndësishme më konstatu është sa është impakti i tyre në vendimarrjen e njerëzve të cilët marrin në baza ditore vendime. Vitin e kaluar kemi bërë eksperiment social me kandidat për deputet. 20% e tyre që i kemi testuar i kanë besuar një lajm të rrajshëm, shumë të thjeshtë për zhvillimin ekonomik. Po kjo nën kupton që narrativa dezinformuese, edhe kineze edhe ruse, është në përditshmërinë tonë edhe në vendimarrje, që nën kupton, kur na marrim vendim, a duhet me ndërtu një autostradë se jo, potencialisht 5 vite, 6 vite ma heret, kemi lexuar diçka ruse, e cila potencialisht mundet me na ndiku në vendimarrjen tonë. Po flet për dezinformatën, po unë po du edhe me të pyet një çështje delikate që ka të bëj me mangësinë e informacione, se kur jemi të folë për veri, mbulimin e ngjarjeve në veri,
problemin bazik që e kanë shumica redaksive, edhe ti, edhe qështë kite i kalu, po më intereson, është që e qënë gazetarin me mbulu protestën mes protestuzve sërb, autoriteteve shqiptare, gazetari nuk o të ta marrë anën tjetër, se s'din sërbisht, edhe nuk është me dy anë, nuk o të këthy redaksi me të dy anët e ngjarjes, qështë kite i kalu faktin që gazetari nuk e ki pas aftë me kapacitetet që mundet me marrë anën tjetër të konfliktit. Gjithmonë du të me kuptu që puna e gazetarit është që obligimi i tij për me qenë profesional në raportimet e situatave të krizave është me i pas dy anë. Na në shkollë mësojmë që i kemi gazetarë që cilët i quajmë të propagandës, pra gazetarë të cilët hypin në autoblin të një në sondë edhe luftojnë me anën tjetër, këta e dim që janë, dhe i kemi gazetarë neutralë, të cilët raportojnë për e mesit. Te i kalu këtë sfit në redaksin tonde? Thjesht du najt me komunitetin, du najt me qytetarë, tu siguri burime, tu mri me pas njerëz të cilët e din edhe gjuhën anës tjetër, të cilët mrin me i bin njerëz të anës tjetër. Ti je prej gjeneratës të cilës nuk ke mësu sërbisht, po ke mujt me folë me sërb. Apo mund është me instalu në gazetarë tjerë që e mbulojnë verion, obligimin që dush me folë me sërb pa marrë pasysh adina jo. Duhet me folë me sërb, duhet me folë edhe me shqiptarë, duhet me folë edhe me sërb lokal. Pra, vitin e para 2 vjetë e kemi marrë një ekip me 15 gazetarë shqiptarë dhe sërbë dhe i kemi qumë pej. I kemi qumë pej me folë me sërbë lokal. Sepse dhe gazetarë që raportojnë pej Beogradit, që janë gazetarë sërbë, kur nuk ka najt me një njeri cili jeton Gorazhdec. A raporton në baza mujore, ditore, çka po ndodh në Gorazhdec, to u thirrë në do korrespondent. Nuk ka shku kur me taku një traktorist atje, që e livron orën e vet dhe me folë me to. Nuk foli me sërbune, që unë s'foli me sërbë. Ka të tillë, sepse ka një strukturë pastaj, e cila gazetarët e cilët potencialisht kanë kontaktu dhe me sërbë, i demonizojnë. Tentojmë ju thonë ju jeni pro sërbë, tentojmë ju thonë elementet. Tjera, kjo është problematike. Mirë po, detyra jonë është me kuptu realitetin, çka është ndodhur në terren. Unë personalisht, për me zhvillu dokumentar se çka ndodh me... Po me kuptu realitetin, gazetari thotë unë e peves policinë e Kosovës. Po, dëgjom. Peves policinë. Jo, nuk është e mundshme, do me thonë, çka duhet me kuptu gazetarët. E vërteta ofrume prej institucioneve, është e vërteta institucionit. Është detyra jonë me vërtetu nëse që ajo vërtet është e plot. Pra nuk mujna na me thonë 100% që policia e Kosovës, që qeveria e Kosovës, që edhe institucionet e Kosovës e thojnë 100% të vërtetën e plot. Pse? Sepse dhe studimet neve na tregojnë që edhe institucionet ka njëherë mujnë me egzageru. është detyra e gazetarit me e verifiku. Vitim, ti ki punu në koditorin i redaksi, do më thonë, shumë ma dinamike se ku jenë zbunker, e po më interesën që atëherë kur e keni pas mbulimin e trazirave. Qështë e keni te i kalu qëtë sfit me fol me anën tjetër, me kalëzu që ju si shqiptar si jeni si propagandusin Beograd që e marim veç anën e sërbe? Po, pa tjetër, sigurisht, unë jam njërën për gazetarëve që kom shku mas shpesh në veri, kur ishin barikadat, pastaj tensionet që ato edhe sigurisht nuk e di kështu në po, sa më kuptu me qytetar, e di, për shemë, ta zonë, ka pas ratur kanë qenë barikadat në 2022 në Jarinje, edhe sigurisht, për shkak se e shesha se në shumicën e medjave ishte vetëm një anë, pra raportime kryesisht patriotike, me shqipojnë e gjona tila, kështu që nuk del mirë edhe tek pala tjetër. Shpesh, kur ishin protestuesat e kur ishin edhe gazetar duke qëndruar, ndoshta duke bërë ajgar me policë ose me një faforme, ata ka pasur një qasje refuzuese prej anës tyre për mu deklaru për mediat shqiptare. Por ka ndodhur, kam shku për shkak me kameramanin, kam marrë kameramanin dhe kam hinë mesin e turmës, sigurisht jo me shku me njerë për shkak se është standard profesional, mas pari me pyet, apo do më prononcu, jam që të më prezantu si gazetar, për cilët medium, edhe apo do më a mundesh me folë arsye pse ke dalë thjesht në këtë protestë, që shumica kanë refuzuar. Kanë refuzuar. Po sigurisht në komo shëndrime edhe me kamerën poshtë rrethin çut, edhe sigurisht e kom pyet ta zonjështor që e kom nxjerr ato që për shembull, ka pas për tyre që ka thonë që na jemi të detyruar me dalë, për shkak se unë kam një punë, kam familje e gjona tilla, por sigurisht është një frymë e përgjithshme që e kërkojnë politikanët qoftë në veri, qoftë në Beograd për të dalë në protesta, edhe ne si protestues pra jemi në formë të detyruar. Pa nuk ka dashur me fol para kamerës. Po sigurisht te e merr do thotë edhe atë qendrim për shkak se prezanton në formë edhe interpreton. Sigurisht se a je tu ti që po të thojnë ty që ti je zëdhënës i Serbisë nëse ti pe interpreton, a ke pas komplekse? Ando, mas parë në mediumin ku kam punuar në grupin KUA, në Kovizian Koaditor, nuk kanë qenë këto para gjykimit, le të themi. Për shkak se gjithmonë është kërkuar të respektohet standarde profesionale. Ma shumë ti ndaj audiencës publike. Unë asnjëherë s'kam qenë këqyr, mos po menojnë ata që. Asnjëherë s'kam pas komplekse të tilla, kështu që kompleksi jam vetëm ka qenë me raportuar në mënyrë sa më profesionale, me marrë të gjitha palët, mos me tingëllu si një anshëm. Pavarësisht situatës dhe pavarësisht se me cilën komunitet e ke përballë, edhe pse janë gazetar shqiptar.
Por, po them se ka një rezistencë, edhe ekziston kjo ndarja media shqiptare, media serbe. Kryesore e politikanëve të korruptuar të Ballkanit, edhe mafja si cila ekziston në Ballkan, në raport me gazetarë të hulumtues, është mi shpall ata viktima ose tradhtar të etnisë në cilën ata punojnë. Pra në çdo situatë ku kemi hulumtu krime ndërkufitare, ku kemi ekspozuar rrjetet të krimit të organizuar, neve na kanë thonë ti je me këta ose ti je me ata. Gazetari e ka punën e vetë të cilën duhet me ekspozu, duhet me dhënë produktin e vetë final në mënyrën më të mirë të mundshme. Në çdo situatë kur kemi dalë dhe kemi kritikuar edhe sjelljet të individëve të caktuar në raport edhe me ngjarjet e luftës, edhe me ngjarjet se çu raportohet për luftën. A se ka rolin me qenë patriotik gazetari gjithashtu edhe me... Po në varet çka në kuptojmë patriotizmin. Patriotizëm është edhe mbrojtja e drejtave të njerëzit. Nëse shtetet shka të disa vlerave, nuk mundë me mbrojt shtetet. Pra, edhe luftimi i korrupsionit është patriotizmi. Pra, që është duhet me u kuptu cila është vlera e mbrojtjes e patriotizmit. Edhe tregimi i të vërtetës për një ngjarje është patriotizëm. Duhet me kuptu që ka shumë influenca të caktuara të cilat në emër të patriotizmit kanë manipuluar edhe historinë, edhe ngjarjet edhe elementet të caktuara. Ne po gjejmë fatkeqësisht dokumentar të prodhum, të cilët po synojnë edhe historinë e qyteteve tona me ndryshu. Pra kemi gjetë dokumentari që neve na thotë që peja është themeluar në shekullin e 15. Me Kire Çakun të transmetuar në gjuhën shqipe. Pse është ajo gabim? Pse është gabim sepse po synon me identifiku ndërtimin e pejës vetëm me perandorinë osmane. Dhe po harron që peja nuk është në shekullin e 15, sa atje janë do gure, janë do vene, do varre, do që datojnë edhe alo ma herët, dhe duhet mu hulumtu shumë ma shumë për memri me gjetë elementet të tilla. Po çka po du me thonë këtu? Është struktura e prodhimit të dezinformimit e ka gjetë një audiencë e cila ka shumë gaps, ka shumë zbrazësira në memorien e vetë kolektiv. Dhe na nuk dim çka ka ndodhur në Kosovë as në vitet e 90-ta. Fatkeqësisht, por shkak se s'kemi pas media. E ka gjetë një shoqëni e cila 50 vjet nuk i ka pas asnjë media. Na nuk dim as çka ka ndodhur në komunizëm. Merrni njerëz dhe këshurni. Secili njeri i cili flet për vitet e 80-ta, vitet e 70-ta, flet për një zhvillim të madh ekonomik. Po kërkush nuk e ka bë pyetjen esenciale. Ku i ke marrë informacionet? A ka qenë struktura e komunizmit një promovim i rrejshëm i ekonomisë, i suksesit e tjerë e tjerë? Pra, pse në Kosovë ata që flasin për një zhvillim të hatashëm ekonomik, një kamje të madhe gjatë asaj kohe, nuk e bojnë pyetjen e thjeshtë, mos rastësisht, edhe atëherë ka pas një prodhim të rrejshëm të informacionit e cili ka shku në Gjakove, ka marrë një kompani, edhe për shkak se ja ka qit ati gazetari 2 birra drejtori, e ka bën një artikull shumë të mirë që kompania është shumë e suksesshme. Pa asnjë dhonë faktike. Pra, ajo që po du me ndërtu këtu, na kemi pas një kontaminim të informacionit me 50 vite, me 70 vite. Dhe tash ky kontaminim edhe në prapavin, edhe në backgroundin e informacionit të cilën e lexojmë sot, është problematik. Dhe vendimarrja jonë unë me ka lazim ndiku kisha shumë dosh kësaj. për te koment këtë, pse jeni gjenerat që e mon mend në dhjetat, në fakt, une kisha dasht me kundërshtu nështë ta Kreshnikun, me thonë që na shqiptarë në Jugosllavi jemi të parë që antenat satelitore i kena qitë kur kena pas shumë pak pare, na kanë qitë për i punët, të parin sen që kena dasht, ku na u kam shirë lindja është me bleni antenë satelitore, me ingu mediat e huja, ose kena këshyr undë për informatën e sakt. Tash, unë s'do me thonë që ka po thotë Kreshniku s'është e vërtet, veç a jemi të kontaminum tradicionalisht në informacion? Kjo është farë, thot Kreshniku, është diskutabile dhe duhet debatohet. Ka të vërteta, po jo edhe komplet. Ta zëm, sot, sepse duhet nisur nga shkalla e zhvillimit në cilin ka qenë Kosova, ta zëm, vitin 65, ose 66, kur ka ndodhë ndrimi i madh në ish Jugosllavi. Do të ka qenë shkallët të mërshme e varfërisë. Një pashvillim. Analfabetizëm gjithka. Po edhe për ato 15 vite. Edhe mjafton analfabet sa kena qenë që qena ato 15 vite është arrit aq sa ne sot ende luajmë në kartën e çatërshit, a? Ne sot për shembull ekipi i futbollit Kosovës luan në stadiumin që janë ndërtuar në atë kohë. Nuk kemi stadium të ri. Veç një pallat rinis është ndërtuar. Ose, absolutisht. Nëse hiqen 2 autostrada, Prishtinë, Durrës dhe Prishtinë-Shkup, ta zëmë nuk po duhet ta exageroj. Vetëm që duhet ka drejt Kreshniku që ka aspekti gazetarisë. Nuk ka pas deri në 90-ën gazetari
që i merë 2 anë. Jo. Ke pas gastarit Parti Socialiste, pik. Një parti Ka egzagerime. Po drejt, deri në 88. Apo? Ata ka qenë e kontrolluar për shtetit. Ose ajo për ju egzagerohet shumë, ose minimizohet krejtësisht. Okej, është një parë dy ekstreme. Mirë, po kjo gjenerat ka drejt me thonë na deri në 88-ën. Faqe po thënë deri ndaljen e nështë të bujkut kohës ma shumë. Na nuk kena pas gazetari që i merë 2 anë. Nuk ka pas, nuk ka pas. Ka fillu me 95-ën, 90-ën. Mirë, po as ish Jugoslavia s'ka pas. Nuk është që na jena shumë rapa ish Jugoslavia. Donë se në sa përket Jugoslavisë, në duhet them një gjë. Hajde. Varet për cilën pjesë të Jugosllavisë ja duke folë. Nëse flet për Zagrebin, edhe Ljubljanën, unë kam studiu në Zagreb. Gjysma e profesorëve të mi kanë qenë studentë të Heidelberg. Cila vite po menon që ka pas gastarit pavarën? 80-at a 90-at? Për cilat vite po flet? Jo, unë po flas edhe ma herët. Ma herët që është? 80? Në fakultetin ku unë kam studiu në Zagreb, cilat vite? Gjysma, fjara vitet 80. 80. Kanë qenë gjysma profesor të Heidelbergut, nuk u ka interesu ideologjia. Po, veç gazeta që jo prodhu, a i ka pas onë najsen kritike për Jugoslavia, ka gudzu me si, që tu po flasim. Për që tu po flasim. Ja, absolutisht, ki drejt aty, nuk ka pas. Jo, çka do të me kuptu tash, që kjo neve na bjen, që edhe në 2026, kur raportojmë për marrëdhëniet ndërretnike, kur raportojmë për situatat konkrete të cilat lidhen me aktualitetin ton, njerëzit janë të mbushur me pasaksi të cilat pastaj në vendimarrjen edhe editoriale të tyre, për shkak se unë mendoj se çdo njeri që publikon e ka një vendimarrje editoriale të vetën, e ndikojnë frymën, çat narrativën të cilën po dojmë me çu përpara. Tash, a kemi tash sërish proxy, në njerëz të cilët qëllimshëm janë të dashur me dezinformu opinionin, qëllimshëm janë të dashur me ndërtu narrativat të cilat thirrin në një krizë, në një luftë, në një situatë të tensioneve ndërretnike, po kemi edhe kemi shumë. Po kemi, nëse i marrëm krimet e luftës, absolutisht ka individ të caktuar të cilët pa asnjë background, as të luftës, as të identitetit kombëtar, janë të shit zjarm në provokimin e tensioneve ndërretnike në raport me krimet e luftës. Pra na kemi sot që si analist, avokat, ekspert ligjor e tjerë të cilët po dalin dhe po kërkojnë që gjykatat e Kosovës me dhënë dënime të përjetshme për krimet e luftës. E ata njerëz, edhe në shkollë, edhe në klasën e parë në fakultet juridike kanë mësuar që dënimi maksimal për krimet e luftës në Kosovë ka me qenë 15 vjet. Ka me qenë 15 vjet se që ashtu ligji e parashe. Nuk mundet gjykatësi i Kosovës me u kthy me ndru ligjin e Jugosllavisë. Nuk mundet gjykatësi i Kosovës, nuk mundet as deputeti i Kosovës me bë këtë punë më. Se 99 ka qenë ligji deri 15 vjet dhe është kry kjo punë. Dhe na sot kemi njerëzit që del para gjykatës edhe thot të nderuar gjykata nuk e ka dënuar me dënim përjetshëm këtë person dhe kjo është shkelje bla bla bla. Në anën tjetër, po veç kur peshe ai të hujin, ati ka dalë prokurorin e huj hog të i lyp 45 vjet dënim, se mos me lyp këtë përjetshëm këtu? Problemi nuk është me lyp. Problemi është sa mundet me shqiptu. Esenca është sa mundet me u shqiptu në Kosovë. Esenca është çfarë impakti krijon kjo tash te viktimat e krimeve të luftës. Pse në çka janë të thirrë ta njerëz? Këta njerëz janë të dashur me thonë. Prokurorët dhe gjyqtarët e Kosovës kanë punu për ish sistemin dhe në rast se na i çojnë krimet e luftës te ta, në rast se na i çojnë rastet tona, ata kanë mishpall pafajshëm se punojnë për ata. Krejt gjenerata e gjyqtarëve, prokurorëve, të cilët janë të marrë me krimet e luftës, lidhje nuk kanë me ish sistemin. Lidhje nuk kanë as me Miloševićin, as me sistemin e Jugosllavisë, dhe këta janë të e kry punën profesionalisht për mjetu krimet e luftës, ana tjetër, synon këtyre më u dëmtu kredibilitetin, proceset gjyqësore dhe thjesht njerëzit mos me i qu prap me i besu sistemit tonë për mi raportu krimet e luftës, edhe me vazhdu me kërku gjykata tjera alternative në këtë drejtim. Pikëtyrtja janë të e kry profesionalisht punën, të e di vetë din çfarë kapacitetin dopta i kena në analizat, në hetimet të krimeve të luftës. Në çdo rast i cili edhe po ka dënim, përfundoj me narrativ, që edhe këtë su kry, edhe këtë su kry, tash më falë, ku me shuna? Gjykata tjera nuk kemi. Kemi kohë, po du tri shumë shkurt të veri u dialogu që ju përmend edhe të ndjeshmëria, për shkak që e kum po shpesher edhe faji i mos transparencës institucionale len ty me kriju mandej çrregullim të informacionit. Sepse kur pala serbe e qet një informacion, mediat shkojnë e citojnë, shumica në Kosovë kanë citu, ndërkohë që nuk ka pas reagim të palës së Kosovës, që i bjen
policia, zyra e kryeministrit ose kryeministrit e tjera dhe pastaj kjo vonon në informacion real në kohë reale dhe kjo krijon amulli. Pra, s'ka pas transparencë në çështje, sidomos të dialogu. Te financa do është amunal të një çështje që është shumë e rëndësishme menoj, sepse këtu pasaj e pala tret determinon hin pak ma let. Ju e dini gjendja mediale sot në Kosovë e din Kreshniku në KMSHK, në forumin për integritet të informacionit që jemi bashkarisht. Problemi kryesor është financat në media. Gjendja është katastrofale, që kjo nuk flitet shumë. Pra, nëse gjendja nuk është e mirë, qysh po menon ti, kam në bo gazetarit mirë, felte profesionale, kam në bo fakt checking ata në kohë reale, jo mëre, nuk ka, do më thonë është gjendja e keqe. Qeveria që ka bo, i ka ndalë të gjitha, a i ka bo mirë, as i ka bo mirë në të kalumën, hiç po him detaje. Qa ka nalë? Po sot, i ka nalë, s'ka sot qeveria e Republikës Kosovës nuk e ka as një informacion publik në marketing. As këqëzoja kur i man zgjedhjet nuk e shpërndan media. Këto media të Kosovës janë, nuk janë të Kinës, nuk janë të Rusisë. Duhet me gjetë Me ta të kujtuat që na patëm lyp ata me nalë, sepse ja që ishin mediave të veta. Po tash po du me dalën e te zgjidhja. Pra, duhet me gjetë një zgjidhje na. Është Komisioni Pavarë për Media. Ja jep një fond. Ja jep një fond Komisionit Pavarë për Media, Bongar shpall projekt, jo mi adhon aty në mediave që se meritojnë. Po veç, a duhet gjithë mi finansu 150 portale që janë mi majt ashtë investicion themelua? Jo, janë do kritere. Kritere ato që duhet më vendosë. Pra duhet me gjithë... Ata thojnë, une jam a i miri, edhe mu am pare. Dhe pse këtu tana ndikimi është i mund shumë jeta, është për faktin që shtetën për muret, vjen një pale tretë, zdo me thonë që vjen në ruse drejt për drejt, ose kineze, po vjen e 5 ose 6 marketing, që se kupton të edhe ti thu po mëre, a marketinga po se kena shumë nevoj, po a i mas një 5 herë, ta qojnë një lajmë pak qyteti më i bukër kines. Pro Kina dallon prej informacionit, Rusia e ka ndryshe, dërsa Kina e ka bukurimin e Kinës. Edhe të hinë sot mediat Kosovës, edhe shenë informacionit tila. Ne kemi rastin konkret të kënë, për shemë, televizionin publik. 9 milione kanë diku nëse që ka bo në budgetin. 180 milione ka radio televizionin Zagrebit. Do të thotë 20 fish është dalimi. 180 milion? 180 milione ka budgetin radio televizionin Zagrebit. 9 milione ka televizionin ynë publik. Do të thotë dalimi janë 20 fish. Mund t'jetë 2 fish, 3 fish, 4 fish, por 20 fish. Do të thotë kjo flet për mungesë të ndjeshmërisë së pushtetit tonë. A bërë me të fyve që të 9 milion, a janë të i arsitu 9 milion në raportim të pa anshëm, në raportim për interes publik, jo unë e po hy. Të s'po hynë po hynë po. Ke drejt. Edhe që ato 9 milion, apo din mirë mi shuzurë. Jo, du të me përkëthy në terma konkret. Televizionet publike janë të ndërtume për me ofru informacion të sakt dhe të bazum në fakte. Që është koncepti i BBC, që është koncepti i televizioneve publike në krejt botën. Në Balkan, pra në Sërbin, Kosovë, Shqipërin, Macedoninë, Malzi, televizionet publike janë televizionet shtetnore. Nuk janë publike, i hargjojnë dikon krejt me budget rreth ma shumë se 200 milion euro. Me këto 200 milion euro, qeverit e Balkanit i investojnë 200 milion euro në dezinformim. Kjo të më thonë qartë, sakt, pas një më dyshe, për shamu se asë njona nuk është e ndërtu me mbi basën e fakteve, asë njona nuk është e pavarën prej ndikimit të qeverisë, dhe nuk është e konceptume. Nuk është fryma e konceptume. Nuk është e konceptume RTK-ja. Po, ashtë RTK-ja burimi i parë informacionin në Kosovë? Jo. A ishtë dasht me qenë? Po, me 9 milion euro, ishtë dasht me qenë burimi i parë informacionit për shumicën e incidenteve në gjarëve të që ishtë dasht me 9 milion me qenë, kur miliardiri, po thëpë, është pak. Është pak. Tjera në Kosovë jeta. Po flasë për informacion, po flasë për ngjarjet e cila ndodhin në vendin tonë, po flasë për me përcjell dialogun, po flasë për me përcjell ngjarjet kryesore në vendin tonë në mënyrë kritike, me raportu në mënyrë profesionale. Me majt korrespondent normal në Tiranë, korrespondent normal në Maqedoni, korrespondent normal në Beograd, jo 1, 2, 3. Sepse kena nevoj, kena tendencë, po flasim, me pas edhe një korrespondent me qenë në lindjet mesme, me qenë në Ukrajinë ekipi. Nëse jena tu i lezu 220 lajme në ditë për Ukrajinën. Nuk fole, na do të me pas. Jo, po flasim për që... Mirë është me i përmend budgetet. Ate e përmenda vetëm si ilustrim, po unë mendoj që mediat e fuqishme,
kredibile, profesionale, ka mënyra që shoqëria, shteti konkretisht ti ndihmoj, dhe më thënë Ka model që mediat private ose që i ndihmon shteti, a ka modele jashtë që to? Jo, Nisën e para prak KPM-s si iniciativë. lirohen nga Ka qenë jeton me metje, ka nisi me pas një fond, pra do një të me fond. kuptu një element. vetëm fonde, ka forma tjera që mediat private, Kualitet. ato cilat identifikohen profesioniste, kredibile, të besueshme, propaganda ruse e serbe për cilën folëm deri tani mund të luftohet vetëm në një mënyrë, nëse i fuqizon, i forcon edhe në aspektin financiar, fillimisht në aspektin financiar, mediat që kanë kredibilitet, ato do duhet edhe, por në Kosovë në këtë drejtim bëhet pak. Unë besoj që mediat që kanë kredibilitet, që nuk janë shumë, po janë, ka në Kosovë media profesioniste. Nuk duhet kalun, nuk e mbështeten nga struktura shtetërore. Ka forma, nuk po them ndërhyrje direkte, si në kohën e regjimeve, por ka forma edhe bëhet në shumë vende. Bëhet do të ndihmohen ka Shumë e thjesht, ne kemi Bashkimin Evropian i cili është donatori i mediave në Kosovë dhe financon projektet mediave dhe është shumë normale, aplikon me projekt, i ki standardet në cilat i zbaton edhe vazhdohet tutje. Problemi këtu është, e para nuk kemi vullnet, sepse vullneti politik në vendin tonë është që mediat me qenë sa më pak të besueshme, sa më pak kredibile dhe sa më shumë masha në dur të një parti ose partisë tjetër. Pra, asnjë parti politike në Kosovë nuk ka platformë që shka me qenë e rregullume, po e quajnë thojza, ose e mbështetur fusha e media në vendin tonë. Pra, asnjë parti politike nuk e ka planin e qartë për pas faktit që dojnë me ble gazetar, dojnë me ble hapësirë dhe dojnë me ble krejt resurset të cilat mediat i kanë ndërtu në vendin tonë. E dyta. Jo, me dosht me ble ata këshin pas ma shumë pare në media. Mlazni po do të kundërtën, edhe media po do të kundërtën, nuk ka pare të reklamave. Në gjëmë, ekzistojnë dy koncepte. Koncepti i parë është mi u dhonë pare shumë mediave, edhe ata mu zhvillu dhe me konë shumë resistent, edhe e dyta është me i varfnu. Çka ndodh tash me konceptin e varfnimit? Koncepti i varfnimit shkon te sa më pak staff, sa më pak njerëz që krijojnë content dhe sa më shumë copy-paste. Edhe sa më shumë dezinformatë. Edhe sa më shumë, pastaj dezinformatë. Se çka ndodh? Ata po dështojnë shteti me çit mendsi, po dështojnë tana po luftopton ana ndërhyrja, po normal që ndërhyrja, mos ka zhvillim. Për shembull, po e marrëm një shembull konkret për me mbrim me kuptuar në aspektin shkollor. Një portal i bazuar në Kosovë, i cili ti duhet mi fitu 3.000 euro prej rrjeteve sociale. Ati duhet mi prodhu 100 lajme në ditë. Me i qit 100 postime për me mbrim me pas qita. Nëse i kish pas bugjetin me i prodhu të paktën 50 vetë, pra mull me shkru gazetari vetë lajmin, aje kish pas një 50% të kontentet kryun vetë dhe kish pas të editorialisht të kontrollushëm. Çka ndodh? Ky nuk i ka gazetart, ky hini merr 100. Ku t'i gjen? Çka ndodh tash në këto 100? 6 lajme mesatarisht në ditë i prodhojnë Sputniku dhe Russian Today për Kosovën. Të përkthyme në gjuhën shqipe, mos të harrojmë. Duket bukur të lekturuar me mirë. Që nën kupton, që tash jetë çfarë kupton. Ky me 100 lajme. 10 do të më marr pirësve, që nën kupton 10% e kontentit, që nuk është pak. Në social media. Një më të kohë prej ty, në ti mundesh me mbri këtë kontentin e ditës. 10 i merr prej rusëve, një 10 prej turqve, një 10 prej kinezëve, u bën 30. 30% e kontentit e ka me one click. E qatë në sajtë vetën. Edhe një 30 ja u merë kolegëve të vetë, të cilët edhe ata e kanë bënë një të në formë, dhe përfundojmë të i pas 4-5 lajme të prodhu me vetë, dhe 95 të tjera të marta për burimeve të cilat nuk dhirë. Faleminderit, ka që kemi kohë. Ky ishte diskutimi i radhës i cili na shpalosi qartë situatën në të cilën ndodhemi në përditshmërinë tonë, është e qartë një pjesë e materialeve që ju edhe ne i lexojmë deri më tani, por edhe që mund t'i lexojmë të ardhën, mund t'jenë të pasakta, andaj kontrolloni se ku po i merrni informacionet edhe gjurmoni sa më shumë para se të merrni vendimet bazume në ato informata prej ka kanë ardhur. Vazhdoni me na shujt kallzo.com deri në emisionin e radhës për neve, natën e mirë.